Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Peshorës. Do bëjmë me leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me 5 të shpatës. 5 të shpatës, një ndjenjë humbje apo zhgënjimi pas një situate ku ndoshta nuk kishte fitues të vërtet. Keni luftuar me diçka apo jeni sfiduar dhe sikur nuk po ndjeni fitoren apo nuk kishte në fakt fitues të vërtet. Dikush mund të ketë dashur të ketë të drejtën në vend të kërkojë mirëkuptim në këtë situatë, dhe kjo ka bërë të ndjeni mu kështu siç po ndjeni apo jeni ndjerë. Ti mund të ndihesh e lodhur nga lufta me fjalë apo me qëndrime të ftohta. Kjo letër të kujton nuk e pse të fitosh çdo betejë të dashur peshor për të ruajtur dinjitetin tënd. Kalorësi i monedhës vjen më pas si energji e rikthimit në stabilitet. Pas gjithë këtij konfuzioni, ti vendos të ecësh ngadalë. Dhe duhet ta bëni apo duhet vendosur të ecni ngadalë, me përgjegjësi dhe përkushtim. Kjo letër të fton të mos dorëzohesh, edhe pse gjithçka mund të duket shumë e lodhshme. Me durim me punë të qëndrueshme do të arrini rezultatet që dëshironi, qoftë në punë, financa apo marrëdhënie. Nga që të dashur peshor, monedhat janë siguri dhe stabilitet. I është energji ngadaltë, por që janë të sigurta. Pra, ngadalë drejt asaj çfarë dëshironi. Kam 7 të shpatës që i lidh, kemi shumë shpata këtu që në fakt janë mendime, janë paralajmërime. Në fakt kjo letër paralajmëron për mashtrim, fshehtësi apo një energji jo të sinqertë rreth teje. Dikush mund të mos tregojë të vërtetën ose mund të ketë qëllime të fshehta. Të dashur peshor, mos e shpërfill instiktin nëse diçka nuk të del mirë në ndjesi apo nuk e ndjeni. Ke të drejtë të mos e besosh plotësisht. Kjo letër mund të tregojë edhe nevojën tënde për të larguar nga një situatë që s'të bën mirë, në heshtje dhe pa drama. Unë do të thosha më shumë se unë thash çfarë pasqyron kjo letër të dashur, por më shumë se çfarë pasqyron duke i lidhur letrat me njërin tjetrën, më thot më shumë nga ato që luftën që keni bërë ka qenë kot, sikur s'ka patur fitues, po ecnin ngadalë drejt diçkaje, por të sigurt, edhe pse e lodhshme, dhe këtu tregohet që duhet të largoni nga një situatë që s'ju ka bërë mirë, pa u zënë, pa drama, në heshtje të dashur. Dhe 10 të shkopive tregon ngarkesën, shumë përgjegjësi, shumë mbarrë emocionale apo edhe fizike. Ke marrë mbi vete më shumë se që mund të mbash, është kohë të thuash mjaft dhe të ndash mbarrën, nuk e pse ta bësh gjithçka vetë, thot letra, por pasqyron që këtë barë të juaj në cilado që ketë qenë dhe i tani sikur po e finalizoni të dashur peshor, po e hidhni pas vetes apo po e sillni këtë druj që i keni mbartur mbi supet e juaj në destinacionin e duhur. Dhe kjo thotë duke ndjer pak i zhgënjur nga kaluara, dal ngadalë po ecni drejt asaj, duke e ndaluar veten, ta them, e ndaluar dhe larguar veten nga këto situata. Kam 10 dhe 10 këtej, kam 3 10 në fakt të dashur, falni, kam 2 10 këtu, se në letrat të reja dhe duhet pak më shumë koncentrim. 10 të monedhës, një përmbyllje e bukur të dashur, një përmbyllje e bukur që flet për stabilitet, siguri dhe ndjesi përkatësie. Kjo është energjia e shpërblimit pas gjithë përpjekjeve, në periudhë më e qetësh, duke ardhur të dashur peshor, siç thash, duhet ta bëni në atë mënyrë siç ju lexova deri tani për të arritur deri te kjo, një periudhë pra më e qetë, mundësi për të ndërtuar diçka të fortë dhe të qëndrueshme në jetën tënde materiale ose familjare. Do të ndihesh më i mbështetur, më i përkrahur, apo si do që tjetë. Pra, dhe në fund, vendimi i një situatë ku do ndihesh
ta them dhimbja e fundit, zhgënjimi i fundit, në kuptimin e asaj pas 10-s këtu, një kujtim ku ishit dhe ku mund të jeni. Është një letër që tregon dhimbjet e kaluara, 3 shpata në zemrën apo trupin e juaj. Pas këtij stabiliteti, këto do ngelen vetëm kujtime. Nga që shpatat pasqyrojnë gjithmonë vetëm mendimet tona të dashur peshor. Pra, mjaft të përpoqet të ruash paqen me të gjithë. Ta them kështu për të përmbyllur leximin e juaj. Tani shkohet të zgjedhësh paqen me veten. Hiq dorë nga betejat që të lodhin dhe mos lejo që frika nga ndryshimit të mbaj peng. Çfarë është e sinqert do të qëndrojë, çfarë është gënjeshtër do të shkojë vet. Pra, nuk e vlen për të luftuar apo për të dalë i pari në asgjë.